Do diskutojmë tani edhe në lidhje me pritshmëritë për ecurinë e tregut monetar në 3 muajin e fundit të këtij viti, por njëkohësisht edhe për sa i përket ndryrjeve të Bankës së Shqipërisë deri më tani. Më gjerësisht do diskutojmë me ekspertin e tregjeve financiare, zotin Elvin Meka. Profesor Meka, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Profesor, përpara se të flasim për tregun monetar, një pyetje ju lutem në lidhje me qenë se ndoqëm edhe kronikën në lidhje me planin e qeverisë shqiptare për të ulur përdorimin e paras kesh. Duke njohur kulturën financiare të shqiptarëve, duke njohur njëkohësisht edhe preferencën që kanë ndaj keshit, mendoni se do të jetë një mision i vështirë apo mund të realizohet edhe për shkak të kushteve në të cilat gjendet ekonomia shqiptare? Natyrisht, koncepti i nivelit, ose në them, nivel modest i edukimit dhe kulturës financiare është vetëm njëri aspekt i kompleksitetit që shoqëron, më themi, këtë lloj situate, ose këtë lloj aspirate, më mirë të themi. Këtu do e marr konsiderat, pra, sigurisht është një element i rëndësishëm, por nuk është themeli bazë i asaj çfarë duhet të kryet ose duhet të ekzistojë përpara se të mund të ndërmerret kjo sfidë që do të mendoj personalisht që gjykoj shumë të guximshme në kuadër të realitetit shqiptar. Dhe kjo për faktin sepse një kalim drejt ose një tranzicion drejt rritjes thelbësore të kryes pagesave elektronike do të nënkuptonte një infrastrukturë shumë më të zhvilluar të kryerjes të këtyre pagesave elektronike, pra pa nevojë të përdorimit të monedës fizike, dhe çka do të nënkuptonte minimalisht shtrirjen e kësaj infrastrukture në të gjithë territorin të Shqipërisë, pra që nga qendra e kryeqytetit deri në pikat më të largta, më mirë themi, ku kemi shërbime ose ofrim, më mirë themi, të shërbimeve me pakicë ose të transaksioneve të biznesit. Për fat keq, Shqipëria ka ende problematika ose më mirë themi situata nuk është përtej investimeve serioze dhe zhvillimeve nga njerë edhe revolucionare, më mirë themi, brenda ekonomisë shqiptare, duhet të thënë, pra vlen të përmendet se ende ka shumë nevoja ose më mirë themi boshllëqe për të plotësuar me infrastrukturën e pagesave elektronike, madje në disa raste me gjithë ekzistencën e infrastrukturës, pra flasim të pajisjeve, pra të POS që realizohet ose planojnë, më mirë themi, pagesat me kartë, për shumë arsye mungon mbulimi me internet, ose jo gjithkohës është disponibël, po themi mbulimi me internet, çka në një mënyrë promenton në mënyrë të menjëhershme, më mirë themi mundësinë e kryerjes pagesave nëpërmjet mjeteve elektronike ose instrumentave elektronike. Gjë që në një mënyrë tjetër alternativisht do duhet kalosh në pagesa fizike. Pra, janë disa elemente të tjerë, pra, që lidhen thelbësisht me infrastrukturën, që detyrimisht duhet të ofrohet edhe nga vetë bankat, pra përtej përpjekjeve të Bankës së Shqipërisë, janë më shumë përpjekje nga ana e bankave ose e operatorëve, më mirë themi, të tregut, të cilët ofrojnë dhe mirëmbajnë këtë lloj infrastrukture, më shumë se sa përpjekje dhe objektiva të Bankës së Shqipërisë dhe të qeverisë shqiptare. Duke i shtuar kësaj panorame, më mirë themi, edhe aspektin e statit aktual në cilën gjendet edukimi financiar në Shqipëri ose kultura financiare ose mbulimi me shërbime bankare dhe financiare të popullatës shqiptare, edhe në këtë aspekt ka shumë për të punuar dhe për të investuar dhe për të zhvilluar me qëllim që në një periudhë caktuar, po themi mbas 3 ose 5 vjetësh, ne të mund të shkojmë drejt, më mirë themi, drejt aplikimit masiv në një farë mënyre të instrumentave ose të pagesave në formë elektronike, duke kufizuar pagesat cash. Pra, situata nuk është kaq
Sigurisht. Mendoj kaq e thjesht, ose më mirë themi, nuk besohet që edhe vetë qeveria ose institucione financiare do mund të lëvizin brenda një intervali kohe kaq të shkurtër, pra 2-3 vjeçar, të lëvizin drejt një revolucioni kaq të madh, pasi gjërat, e thash edhe një herë, edhe sikur e gjithë infrastruktura fizike të jetë në vend, ka logjistikën nga mbrapa që duhen zgjidhur shumë problematika, kërkojnë plane biznesi rezervë ose ato që quhen planet në situata të jashtëzakonshme, pra nëse kemi ndërprerje energjisë elektrike, po marrim një aspekt që është rëndom që ndodh në Shqipëri dhe kryesisht në zona turistike. Si do të veprohet në këto raste? Pra ka ca aspekte, më mirë themi, që jo vetëm të investimit, por edhe të mirëmbajtjes dhe të mirë funksionimit të infrastrukturës, cilat optimalisht do mund ta ndihmonin këtë proces, dhe nga ana tjetër është dhe çështja e kostove të përpunimit të këtyre pagesave. Me nivelin aktual që kanë ose që përdoret, më themi, në Shqipëri instrumentet elektronike të pagesave, kostot janë shumë të larta. Pra janë me herë më të larta se sa jo vetëm në vendet të rajonit, por edhe në vendet e Evropës. Pra, nëse një komision tregtari është luajtur deri në nivelin 3.5% të totalit të transaksionit, atëherë kemi sigurt që mbi 90-95% e gjithë biznesit vogël do të jetë krejtësisht i pa interesuar për të operuar me pranimin e instrumentave elektronike të pagesave, pasi marzhet janë shumë kulta të fitimit, flasim gjithmonë për bizneset vogla, dhe i bie që pjesa dërmuese e fitimit të tij të kalojë në drejtim të bankave ose të operatorëve, të cilët mbledhin në këto lloj komisionesh. Pra, është një sipërmarrje që kërkon dakordsi, mirëkuptim dhe një punë shumë të madhe nga institucionet, pra është një punë ndër ose një përpjekje e madhe ndër institucionale për të rakorduar me të gjithë grupet e interesit, pra që sjellin infrastrukturë të besueshme, plane operacionale të vazhdimësisht të testuara, siguri kibernetike shumë qartë, sepse nuk u prek ky koncept i sigurisë kibernetike, por shumë i rëndësishëm ky element, pasi sa më shumë përdoren këto transaksione, aq më i madh është edhe situacioni niveli i ekspozimit ndaj krimit kibernetik, gjë që kërkon investime të shtesë, kosto shtesë, të cilat nga diku duhet mbulohen. Pra janë ca element që është shumë e thjeshtë të thuhet që do kalojmë masivisht në përdorim të pagesave elektronike dhe kufizim thelbësor të parasë fizike, por ka shumë përpjekje, ka shumë problematika, të cilat duhen zgjidhur, që sigurisht pastaj duhet shtuar dhe elementin e kulturës financiare shqiptare, pra qytetar shqiptar, e para, dhe e dyta tjetër elementi i rëndësishëm. Shkalla e informalitetit të ekonomisë bën të mundur, e bën këtë përpjekje jo pak komplekse dhe vështirë. Pra, mendoj se janë shumë elemente të tjerë që natyralisht dhe praktikisht duhen zgjidhur përpara se të vendosen, më mirë themi, targeta dhe objektiva, pra të themi që mbas 3 vjetësh do reduktojmë kaq përdorimin monedës cash në ekonomi e kështu me radhë. Është një proces që shumë mirë bën që qeveria e vendos si objektiv dhe e ka si objektiv, por vendosja e afateve, sidomos afateve të ngushta, në një kohë që bëhet fjalë për një sipërmarrje që për fat keq nuk është vetëm dorë të qeverisë, qeveria ka pjesën e vet, më themi, në këtë sipërmarrje, por pjesa më e madhe është i takon institucioneve financiare, bankave, operatorëve që lehtësojnë, më themi, proceset dhe gjithë procedurat në ofrimin e infrastrukturës pagesave, pra ka shumë elemente të cilat duhet zgjidhur, duhet ketë edhe një masë kritike në kryerjen e këtyre operacioneve që do mundsojnë rishikimin të kostove dhe të barrës, më themi, financiare, që do mund shpërndahet optimalisht, më themi, midis operatorëve dhe përdoruesve, që do t'i mundsojë të dy palëve të kenë interes, pra si ofruesit edhe përdoruesit e këtyre instrumentave, të kenë mundësi pra të jenë komod dhe ta
pranojnë më mërtemi këtë lloj tranzicioni. Nëse ministrja nuk dha shumë detaje, profesor Meka, por nëse marrim si shembull vetëm kostot, për shembull, vendosja e një POS-i mund të ketë tarifa nga 3 deri në 4% në raport me volumin e transaksioneve që bëhen përmjet tyre POS-ve, dhe praktikisht bankat janë në një farë mënyrë aksioner tek ai biznes i vogël. Mund t'jetë pikërisht kjo ulja drastike e kostove një mjet për t'i bindur si qytetarët ashtu edhe bizneset të përdorin më shumë paranë elektronike? Ulja e komisioneve të shërbimit ose tarifave që vendosen nga operatorët ose ata që e ofrojnë dhe mbajnë të infrastrukturë, sigurisht që përbën një hap të parë drejt rënjes argumentit të kostove. Por kjo gjithsesi nuk është se e edukon brenda ditës atë tregtarin i cili është mësuar, pra kryesisht në qytetet vogla ose larg kryeqytetit, ose në zona turistike ku mbizotron situatë turizmi familjar dhe jo industrie mirëfillt turistike. Është shumë e vështirë që ky person që është mësuar të rjetën paguhet në kesh, pra filloj të përdorit ca instrumenta të reja, pagese ose instrumenta elektronike, të cilat në një farë mënyrë e ndjen dhe mbi ujë. Pra thashë dhe një elementi i ekonomisë informale ka ndikim shumë të madh në, më mirë themi, në shkallën e pranueshmërisë ose të penetrimit, më mirë themi, të instrumentave elektronike të pagesave. Dhe kjo është një pjesë shumë e vështirë që krahas aspektit të edukimit ka të bëjë më tepër me aspektin e zbatueshmërisë ligjore. Pra i takon organeve të zbatimit ligjit ose drejtorisë tatimeve ose segmente tjera më mirë themi të qeverisë, që duhet bëjë një punë intensive për të identifikuar dhe për të futur në rrjet normale edhe këto biznese që për një arsye ose tjetër mbeten jashtë radarit, siç është institucioneve ose autoriteteve ligjzbatuese për sa i përket pjesës politikës fiskale. Pra janë shumë elemente që në një mënyrë ose tjetër duhen zgjidhur, prandaj thashë është një përpjekje e harmonizuar, pra duhet harmonizohen shumë interesa dhe shumë grupe interese dhe aktor në treg, secili me peshën, rolin dhe rëndësinë e vet, dhe që sigurisht do të përballen në fund me atë ushtrim, thonë se atë sipërmarrësve, kryesisht sipërmarrës të vegjël dhe mikro, të cilët ofrojnë pjesën dërmuese të shërbimeve në ekonominë shqiptare dhe që supozohet se do të jetë kontakti final, më themi, përballë konsumatorit në zbatimin ose në aplikimin, më themi, të kësaj sipërmarrje. Të kalojmë tek tregu i këmbimit valutor, profesor Meka. Gjatë shtatorit nuk ndodhi ajo që ka ndodhur historikisht, një korektim i vlerës së euros, kjo mbas edhe për shkak të fluksit të turistëve të huaj në vendin ton, edhe për gjatë shtatorit, sepse sipas përfaqësuesve të industrisë turizmit, shtatori këtë vit e konkuroi madje edhe gushtin, pra ishte një muaj shumë i mirë. Sot kemi hyrë zyrtarisht në 3 mujorin e fundit dhe mendoni, profesor Meka, që të paktën mund të kemi tani një korektim ose një tendencë më saktë në rritje të euros në raport me lekun, aktualisht gjendet pra nivelit më të ulët historik? Natyrisht, nëse në ekonominë shqiptare nuk ndryshon gjë thelbësore, pra befas kemi një lloj zhvendosje të kërkesës për euro, pra ku operatorë të ndryshëm të ekonomisë, aktorë të mëdhenj të ekonomisë shfaqin papritur kërkesa për të blerë euro në sasi të madhe, nuk ka pse të pritet, më mirë themi, një korektim ose një rritje domethënëse e vlerës së euros, ose të kemi një situatë të pa precedent inflacioniste, çka në një farë mënyrë do të mund të kompromentonte, më mirë themi, vlerën e lekut në ekonomi. Për sa kohë turizmi ecën në këto nivele, pra pson ka atë rritjen e vet, domethënë, sigurisht jo të krahasueshme me rritjen e 2023-2024, por gjithsesi ka një rritje të caktuar në raport me 2024, dhe ku fluksi edhe i investimeve të huaja kryesisht në sektorin e pasurisë të paluajshme, jo vetëm nga qytetarët shqiptarë që banojnë jashtë Shqipërisë, por edhe nga jo rezidentët, pra investimet e huaja, vazhdojnë të rriten, pra nuk ka arsye dhe argument për të shpresuar ose për të
planifikuar, për të krijuar pritshmëri për një forcim të mëtejshëm të kursit të euros. Sigurisht në ditë ose në periudhë të caktuara, ashtu siç u vret në fund kursit në fillim shtatorit, mund të kemi ndërhyrje nga operatorë të mëdhenj të treg, pra me fuqi të ndjeshme në treg për të kërkuar valutë euro ose dollar për kryerje të caktuara të pagesave ose për marrjen e shërbimeve të caktuara, të cilat momentalisht mund të rrisin në një farë mënyrë në ditë caktuara ose në periudha të caktuara kursin e euros në raport me lekun, por gjithsesi këto janë lëvizje të vogla ose më mirë themi jo shumë të rëndësishme që nuk e zhbëjnë atë prirjen ose trendin e zakonshëm më mirë themi të forcimit të vazhdueshëm të lekut shqiptar. Nga ana tjetër, vetë situata pozitive ose suficiti buxhetor që vazhdon të mbetet në nivele të larta, është diçka është më poshtë se sa suficiti buxhetor, pra flasim në terma absolut, është më i vogël stoku i suficitit buxhetor se sa e njëjta periudhë e 2024, por megjithatë ka një efekt, vazhdon të luajë një efekt në mbajtjen e një kursi të fortë pra të lekut shqiptar, ndryshe do të ishte situata nëse këto para ose shpenzimet qeveritare do mund vijonin rritjen, natyrisht rritja e premtuar e pensioneve, por kryesisht rritja e pagave të administratës që vjen fuqi në 2026 nuk do ketë efekte, po themi deri në fund vitit 2025, mbetet për të parë çfarë dhe sa do të jenë këto efekte në fillim të vitit 2026, por nëse vjetre, pra edhe për gjatë 2026-s që pjesa dërmuese e rritjes ekonomike financohet nga administrata, pra nga shpenzimet e administratës, siç është bërë të paktën gjatë vitit 2025, pritshmëritë do të jenë të njëjta. Pra do të vazhdojmë të luhatemi në një interval vlerash, personalisht e mendoj diku 2026 tek deri te 96 lek, pra në një kufi të poshtëm rreth 96 lek, ndoshta situata caktuar mund të breset e poshtë, por e shoh si një kufi të pritshëm, natyral, më mirë themi, me të gjitha ato zhvillime ekonomike që ndodhin, më mirë themi, aktualisht në Shqipëri, dhe nëse bëjmë krahasimet me ecurinë e treguesve ose të faktorëve që kanë ndikuar pak gjatë 3-4 viteve të fundit, logjika ose arsyeja e shëndosh të çon drejt një pritshmërie për një rënje të mëtejshme të kursit të këmbimit të euros në raport me lekun shqiptar, duke përjashtuar thash në një efekt ad hoc ose goditje, po themi në një shok vogël që mund të vijë kryesisht nga situata të caktuara në tregun e brendshëm ose edhe në tregun e jashtëm, por që nuk ndikojnë ose themi nuk prishin atë prirjen e përgjithshme zbritëse të kursit të këmbimit. Ndërkohë, profesor Mega, si e shikoni qëndrimin ose sjelljen e Bankës së Shqipërisë, sepse për gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti ka blerë rreth 194.8 milion euro, prapërsisht 195 milion euro, një shifër shumë e ulët krahasuar me ndryrjet e të njëjtës periudhe të 2024 që ishin pra nivelit të 272 milion eurove. Mund përkthehet kjo edhe në një farë stabiliteti, pra qëndrueshmërinë që ju e thatë në këmbimin e lekut me euro në tregun e brendshëm, dhe vetëm në 3 mujorin e dytë jam blerë 122 nga totali, më falni, 122 milion euro kanë qenë të programuara. 72 milion euro kanë qenë ndërhyrje për të ruajtur këtë stabilitet. Mendoni se edhe Banka e Shqipërisë për shkak të blerjeve të ulta, krahasuar gjithmonë me vitin 2024, transmeton ose reflekton një qëndrueshmëri të kursit të këmbimit? Natyrisht duhet të sqarohet që ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë nuk janë thelbësisht për të ruajtur ose për të mbajtur një nivel caktuar të kursit të këmbimit. Ndërhyrjet që bën Banka e Shqipërisë duhen kuptuar kryesisht si ndërhyrje për në terma të shërbimit të rritjes së rezervës valutore, pra për qëllimet e programuara të saj për rritjen e rezervës valutore, dhe nga ana tjetër për të ruajtur një lloj stabiliteti relativ në tregun e këmbimit valutor, më shumë se sa për të përcaktuar një nivel të fiks, ose më themi një bandë të caktuar
të luhatjes së kursit, më shumë se sa për të ruajtur qëndrueshmërinë dhe balancën e treguesve kryesor makroekonomik. Pasi mund ndodhi që një zhveshtim i fortë dhe një rënje e fortë e euros mund të zhbalancojë këto tregues fundamental të ekonomisë, duke çuar atë edhe në situata deflacioni. Prandaj ka ndërhyrje të posaçme Banka e Shqipërisë, ndoshta edhe jo të programuara, në funksion të ruajtjes në mënyrë të mbajtjes së një vlere të euros ose më mirë themi një amortizim të uljes vlerës së euros ose një deakselerim, pra një frenim më mirë themi të shpejtësisht, më mirë themi, cilën bie ose zhvlerësohet kursi i euros. Pra natyrisht nuk mund të thuhet që Banka e Shqipërisë nuk e ka në vëmendje ecjen e kursit të këmbimit, por ai nuk përbën si thua shqyrtimin ose objektiv kryesor të Bankës së Shqipërisë, është më shumë një objektiv sekondar në funksion të objektivave të tjera primare që lidhen me programin monetar të Bankës së Shqipërisë, ruajtjen e parametrave përgjithsisht të inflacionit dhe të stabilitetit financiar. Pasi sigurisht edhe elementi i kursit të këmbimit ose kursi i këmbimit vetë është një element jo pak i rëndësishëm që siguron dhe garanton në një farë mënyrë atë murin e jashtëm të stabilitetit financiar brenda ekonomisë dhe sistemit financiar shqiptar. Sigurisht ndërhyrjet mund të jenë krahasuese të Bankës së Shqipërisë, pra një periudhë më shumë, një periudhë më pak. Sigurisht ndërhyrjet në 2024 kanë qenë relativisht të forta sepse vetë flukset e rritura të monedave të huaja ishin në sasi dukshëm të lartë, çka në një farë mënyrë e ka detyruar Banka e Shqipërisë të kishte një sjellje pak më agresive, pra më fortë, për të tërhequr, për të sterilizuar pra një pjesë të efektit të kursit të këmbimit, por gjithsesi besoj që këto luhatje të ndodhura gjatë vitit të 2025 në raport me vitin 2024 janë relativisht më të vogla, pra kemi një lloj frenimit të rënies ose të shpejtësisë në cilën euro është zhvlerësuar ose ka rënë në tregun shqiptar. Thash edhe një herë që nëse fundamentet janë të tilla, pra elementet kryesorë së treguesit kryesor makroekonomik vazhdojnë të jenë në këto pozicione ose të kenë këtë lloj ecurie si përsa i përket rritjes ekonomike, inflacionit, borxhit, investimeve të huaja, investimeve në pasuritë paguajtshme kështu me radhë, nëse do të vazhdojnë e njëjta ecuri dhe prirje në mënyrë logjike edhe pritshmëritë e afatshkurta dhe afatmesme të zhvillimit të kursit të këmbimit do jenë pak a shumë si ato që po shohim ose po evidentohet për gjatë gjithë vitit 2025. Profesor Meka, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan, ditë mbar.